5 gabimet që bëni në mëngjes që ju prishin gjumin e ditës. Pas 8 orëve gjumi, trupi juaj kërkon që të rikthejë energjinë e tij. Jo më kot rëndësia e konsumit të mëngjesit është shumë e madhe. Secili prej jush ka krijuar një rutinë të përhershme që nga zgjimi deri tek dalja nga shtëpia, por pa e menduar nëse ai është një mëngjes ideal ose jo. Një mëngjes i gatuar do ju bëjë të shtoni në peshë dhe në të njëjtën kohë të shkaktojë fryrje. Por nëse hiqni dorë nga mëngjesi, mund të krijoni edhe probleme. Nëse hani mëngjes të shëndetshëm gjatë ditës, nuk do të keni nevojë të hani ushqime plotësuese që ju shëndoshin. Nëse konsumoni ushqime të shëndetshme për mëngjes gjatë dimrit, do ta keni më të lehtë gjithashtu tretjen tuaj. Nëse konsumoni ushqime për mëngjes dhe ushtroheni më pas, trupi juaj do ta ketë më të lehtë të nxjisë largimin e toksinave. Sapo zgjoheni, është mirë të bëni disa ushtrime të thjeshta fizike dhe të konsumoni një mëngjes të shëndetshëm, i cili do ju bëjë të ndjeheni më të ngopur dhe të rrisni performancën e trupit.